Fjalë sot në lidhje me reformën territoriale me propozimin që ka bërë PS-ja. Është e turpshme dhe papranueshme që bashkohet Lushnja me Divjakën, kur të gjithë, duke filluar dhe nga ai që keni ju atje, reagojnë dhe thonë që nuk mund bashkohen këto dy. Patjetër banorët e Divjakës nuk janë vetëm patronazhist, ata që bën lepe peqe, që ju dëgjojnë ju marrëzisë se kanë hale 400.000 lekë. Jo, banorët e Divjakës janë ata që mbjellin 4 herë në vit dhe që çojnë 5 mëngjesit dhe më shumë gjen njerëz në 4:30-5 mëngjesit në Divjakë se sa masdite sepse punojnë çka të gjithë të tokë. Për ata nuk mund t'i përdosni këtë farfeje, absolutisht dhe Lushnja nuk mundet për një motiv të vet. Keni tallë me nder me Lushnjën, ne kërkojmë ta bëjmë gjithë jetës prefekturë, ju keni tallë me nder me Lushnjën duke hequr gjithë institucionet e keni çuar në Fier. Po na bën edhe ne fshati më të madh Fier ashtu siç është realisht, na kishit çuar dhe ne atje. Pse bëhet vetëm Divjaka me Lushnjën? Ne kishit bërë gjithë latë me Roskovecin, të gigantin, që përdhon gigantin e Rodit, Roskoveci dhe bashku Divjak. Po Divjaka fut 3 herë në xhep Roskoveci. Si për nga numri, si nga prodhimi, si nga në çdo gjë. Atëherë ç'a ndodhi? Kush janë këto faktor dhe aktor që ndrokan këtu me një trënd lapsi dhe bashkokan Divjakën dhe Lushnjën kundrejt vullnetit të qytetarëve të saj. Është e papranueshme se ju nuk i keni dhënë asnjë shërbim, ja keni heqë gjithë shërbimet dhe ju i keni aty njësitë administrative dhe nesër do ta nxjerr, i keni kafshëri, baterdi, i keni si stalla derrësh, të gjitha i keni si stalla derrës, as kooperativat bujqësore s'kanë qenë ashtu aq shumë tura, se si i keni. Po i bie gjithë me çadër kur bie shi mbi kompjuter punojnë. Edhe ju do bashkoni dhe do performoni kaq shumë, se performoi kaq shumë me mirë Lushnjë, me çfarë performancë bëj Lushnjë, që kanale gjithë pa pastrur, i ka plerat pa pastrur, i ka rrugët pa shtrur, i ka lagjet pa asfaltur dhe pa rregullur. Për çfarë po flasim? Çfarë performancë ka këtu kaq të jashtëzakonshme që se pas ka bërë Divjaka dhe do t'ja jepni asaj? Njerëzit po marrin shërbim. Çfarë shërbime ofroni ju në njësitë administrative? Çfarë njerëzish keni futur në njësitë administrative? Po çfarë keni bërë ju me këto njësitë administrative? Keni shtuar apo keni hequr njerëzit? Sepse reforma territoriale kjo që është dhe po e ç'bëni sot, ka pasur si qëllim reduktimin e shpenzimeve, gjë që shpenzimet janë shtuar. Keni pasur reduktimin e punësimeve. Punësimet janë shtuar. Pse? Se jeni mush me patronazhist. Dhe nuk bëhet asgjë tjetër, vetëm patronazhim njësitë administrative. Ju ftoj ty ne të shikoni. Kafsh, si ka mundësi që ndodh atje, kafshë nuk rrin. Si ka mundësi edhe performance, ajo lloj pritje njerëzve, si mund priten njerëzit qytetarë në këtë lloj performance batërdie. Dhe ju këtë batërdi që keni sot në Lushnjë do t'ja jepni dhe Divjakës. Po çfarë po ndodh? Çfarë po bëni Divjakës? Çfarë po bëni Lushnjës? Po ne presim gjykatë e prokurorit na kthehet, sepse ka që janë shkatërruar çdo lloj elementi drejtësie, prokurorie, policie, tjerë me radhë. Pse? Se ju nuk keni ndërmend të shërbeni qytetarit, po keni ndërmend ta vjedhni qytetar nga mëngjesi në darkë, ta lini fukara qytetar nga mëngjesi deri në darkë dhe mos bëni asgjë për këto qytetar. Prandaj, nga sot e tuti do t'ju tregojmë të gjitha njësitë administrative se ç'a kolapse, ç'a batërdie dhe ç'a papastërtie dhe ç'a zhuli i po i mbyt. Asnjë hap pas qytetarët e Divjakës po nisin peticionin e tyre dhe revoltën e tyre kundër kësaj bashkimi, me ta do t'jem dhe unë, sepse edhe lushnjarët jo se nuk e pëlqejnë Divjakën, por sepse ne kemi identitet tjetër dhe Divjaka ka identitet tjetër tashmë të konsoliduar prej 30 vitesh që nuk mund ta çbëjmë.